të gjithëve, mirë se erdhët të dashur miq në Villa 24. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur, një javë mbar. Edhe për ty. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe sigurisht një javë të mbar dhe ju ftoj këtu tek këndi Joni Gatimit bashkë me Anilën për të treguar receta që do të përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë ca si thua biskota të gjysheve, sepse janë ato që bënin, domethënë e kemi mësuar dhe po si thua u transmetojmë. Po i vazhdojmë. Po, brez pas breze. Që janë shumë të thjeshta për të përgatitur, ndërkohë përveç se këto biskota ne do të bëjmë edhe një supë që do ta bëjmë me kërpudha, jo vetëm me kërpudha, sigurisht që do të kemi dhe përbërës të tjerë, por si produkt kryesor është kërpudha. Dhe do të jetë një supë shumë e mirë dhe shumë e shijshme, madje edhe e shëndetshme. Gjithashtu do të kemi edhe një sallat me panxar, por jo vetëm, do të kemi djathë shkrir, djathë të bardhë, ara, nenexhik, hudhër, uthull, vaj ulliri, pra paska shumë gjëra. Sa gjëra, domethënë që kombinojnë dhe shkojnë me njëra tjetrën dhe na bëhet një sallatë shumë e shijshme dhe e shëndetshme. Unë do të filloj menjëherë me këto biskotat patjetër. Biskotat që t'i kalojmë në furr. Që duhet jetë për të vendosur në furr. Dhe filloj menjëherë duke hedhur 2 vezë të plota. I përzijem një çik këto dhe mbas këtyre do të shtojmë dhe ta hedh këtu një majë skrip. Me qenë se e kemi. Dhe ndërkohë është ajo që them gjithmonë që të më pjek edhe vezët. Kripa bën atë reaksionin kimik dhe i pjek vezët dhe pothuajse i heq edhe atë aromën e vezëve. Ndërkohë këtu do shtojmë menjëherë sheqerin. Që e kemi të pahapur, por do ta hapim. Do ta hapim edhe tani, që është e vërteta, unë do të shtoj me lug, gjysmë filxhani kam, 4, të shtoj unë, juve nëse doni, 4 lugë sheqer. Po 4 me aftushëm. Nuk do t'i bëj shumë të ëmbla, me thënë dua të ëmbla, por jo ta teprojmë në ëmbëlsi. Dhe e kam vënë gjysmë filxhani, do me thënë të çajit. Tu tani kam gjysmë filxhan vaj të zakonshëm dhe gjysmë filxhan vaj ulliri, pra do t'i hedhim mix. Mund të përdorni edhe një tjetër vaj, do me thënë gjalp, gjysmë vaj, gjysmë gjalp. Kjo varet, do me thënë, si pas... Do me thënë, këtë miksimin e ngjyrës në rastin e përgatitjes së biskotave mund ta bëni sipas dëshirës apo sipas atyre që keni në shtëpi. Gjë që ne e themi shumë shpesh në fakt, pavarësisht gjithçkaje që ne sjellim tek ju, her pas here duhet të mendojmë çfarë shtëpia ka, sepse gjithmonë në kuzhinë mund të alternohen përbërësit që mungojnë. 2 vezë, një të kapur gishtash me krip, 4 lugë sheqer dhe gjysmë filxhan vaj ulliri dhe gjysmë filxhan vaj letimi. Limoni. Kjo është, do me thënë që do t'i hedh për t'i dhënë një aromë dhe shije. Përveç se sipër së limonit, do të shtojmë edhe vanile. Një maj, do me thënë nga kjo vanilja që kemi ne. Edhe vanilje edhe pluhur fryrës do t'i hedhim? Po. Ajo është tjetër gjë, dërsa këtu tani hedhim edhe vanile. Do me thënë kemi hedhur të lëngshmet, kemi hedhur edhe këto aromatizuesët, vezët, vajin, tani jemi gati, do me thënë një tretje të mirë të sheqerit, dhe me njëherë do të shtojmë mielin, të cilin do të shtojmë bashkë me baking powder. Sa miell kemi aty? 300 gram, do me thënë, miell, është rreth 1 filxhan e gjysmë, rreth 2 filxhan. Do ta shikojmë, do me thënë, për punimin, kur hedhim këto masat, do shohim sepse edhe filxhanët kanë ndryshime me njëra tjetrin, por kur fillojmë që të masim me 1 filxhan, do të fillojmë, do me thënë, dhe t'i mbarojmë me të njëjtin filxhan. Tani, themi 300 gram, nëse e keni mundësinë që t'i keni si gramatur, por nuk ka problem, do të bëhet një brum si i byrekut, një brum, do me thënë, si ato që bëjmë përgatisim kulaçka, diçka e tillë, një brum i fortë. Ngjeshur, po. Ashtu, tani këtu të hedhim edhe... Tarim të japim edhe formën biskotave. Me lugë të çajit baking powder. Ky i mban të buta. Po. Dhe nuk i forcon si puna e sodës. Po. Tani të shtojmë miell sa të marr. Gradualisht, duke parë dhe trashësinë e brumit. Ndërkohë që mjalt.
Po pra, edhe sa po u hodh pluri pjekës, filloi të merrte këtë masën Kryej atë reaksionin kimik. Si duket filloi procesi. Po ju thoja që shikoni që kemi produkte të ndryshme në këndin ton të gatimit, që nga kremi i djathit, kremi i bardh, arrat, vaj i ullirit, panxari, mielli, hudra pluhur, 2 lloje mielli që unë kam në duar, integrali edhe i tërshërës, erzat, kërpudhat e ngrira, e gjithçka tjetër që kemi këtu në kuzhinë, përmenda me qenë se janë pjesë të recetave, por nëse ju do të vizitoni një nga pikat e dyqaneve në Ranzi që keni më pranë shtëpisë suaj, e sigur që të gjeni jo vetëm këto produkte dhe këto receta që ne po ndërtojmë sot, por një gamë të pafundme të produkteve të ndryshme nga më të larmishmet. Shumë prej markave janë ekskluzive dhe gjenden vetëm në Neranzi, kështu që ky është sugjerimi ynë i herpasershëm që vjen nga këndi i gatimit në Vila 24 me produkte që ne i testojmë çdo ditë, që marrin prej tyre vlera të padiskutueshme ushqimore që na sigurojnë një mirë ushqyerje edhe ndër të tjera na japin ide kreative në kuzhinë në të gjitha llojet e recetave, të kripura apo të ëmbla, tradicionale apo receta më moderne. Neranzi është aty për t'i ardhur sa më pranë të gjithë konsumatorëve shqiptarë. Tani, doja të thosh Janila, këtu kemi edhe miell të shëre, nëse duan mund t'i bëjnë edhe mix. Miell për të gjithë përdorimet, mund t'i bërë me këtë miell të shëre, mund të bëjmë me miell pa gluten, për ato që kanë probleme me glutenin. Kështu që kemi miellra të ndryshme të kompania Neranzi që anvisat mund të përzgjedhin dhe t'i bëjnë sipas për shembull ata që kanë probleme me glutenin, mund t'i bëjnë me atë pa gluten. Është një lloj ndihmese edhe për ato. Tani po thuaj se brumi jonë është bërë gati, do ta punojmë edhe një herë, dhe do ta kemi gati me një herë për ta përgatitur, do me thënë në forma. Forma t'i bëjmë sipas dëshirës. Si do t'i bëjmë ne? Ne do t'i bëjmë, ja të shikojmë tani. Nuk e pas ke menduar. Nuk e kam menduar akoma, në moment do t'i shikojmë dhe do t'i bëjmë. Atëherë. Ja ta hedhim këto te kjo. Drasa. Edhe do t'a shojmë si do t'a bëjmë. Si do t'i bëjmë biskotat. Në fur kam një tavë, të cilën i kam vendosur një letër kuzhine, që do të më duhet për të vendosur. I heqim të gjitha këto. Po, krijojmë dhe pak pamje për ju që po në ndishni. Kjo pra është rashësia e brumit që do t'ju dalë duke respektuar edhe gramaturat. Një brum i butë. Se i shkrifët ka dalë? Po pra. I shkrifët dhe do bëjnë shumë të mira biskotat. Tu në ndihmon tani që t'i presim do me thënë në masat të barabarta, pastaj formën e japim si të duam. Okej, mund t'i punoj me duar, mund t'i bëni me forma, nëse keni forma të ëmbëlsirave në shtëpi, mund t'i bëni me ndihmën e një gote, apo filxhani nëse nuk keni. Dikur i bëni me anë të gjysmën e hënës, kat? Me gjysmën e hënës, por akoma edhe kështu, do me thënë. Të thjeshta fare. Të thjeshta fare. Në këtë mënyrë, do me thënë. Si të duan, nuk është se ti si ke qef. Ku duan? Në këtë gjysmë hëne? Jo, moj, si të duash? Si të duash? Nuk po në dalin si që duam, nuk po në dalin, po jo, moj. Si të duash, ka ti. Ja të marim më pëlqejnë përgjithsisht recetat e brumit, më pëlqejnë kështu të çrregullta, jo me një formë fikse. Edhe buka më pëlqejnë që ka ato copëzat kështu. Prandaj dhe quhen dhe punime dore, domethënë. Po, sidomos të bëra në shtëpi, kjo është diferenca, se në treg gjejmë të zbukuruara e të sakta. Edhe ato janë domethënë që nuk bëhen me dorë, janë makinerisë. Të bëjmë një kështu formë? Po bëjmë në format të ndryshme, si të të dalin, si të të vinë. Shia e tyre do tjetë... Ja, si vatë, diçka e tillë. Bëjmë dy kështu. Si një gjethe na doli ajo, me që jemi dhe në vjeshtë.
Sjellim vjeshtën. Ndërkohë që Kati merret me format e biskotave. Unë do doja që së bashku në ekran ne të shohim pak recetat. Recetat e gatimeve që do të sjellim sot dhe biskotat e gjyshes kanë nisur javën me gatimet tona, na janë dashur rreth. Miellin e themin gjithmonë me përafërsi, duke parë se si do të vijë edhe masa e brumit. 500 gram miell, 2 vezë, 1 filxhan vaj ulliri, 1 filxhan vaj vegetal, gjysmë filxhani sheqer, 1 lugë pluhur pjekës, 1 pako vanilje, cip limoni dhe krip. Pra, siç e pat, i bëm të gjithë përbërësit bashkë duke nisur nga përbërësit të lëngshëm e në fund mielli për të mbledhur brumin dhe për t'i dhënë formën që ju pat. Do të sjellim sot një supë me kërpudha me përbërësit që kemi së bashku në recet. 400 gram kërpudha, 1 qep, 2 lugë vaj, 2 lugë gjalp, 2 lugë miell, 200 ml pana, 1 lugë mix erzash, 1 litër ujë, krip, piper, arë moskat dhe majdanoz. Do të përgatisim gjithashtu një salat me panxar, për të cilën na duhen 4 panxar, 2 thelpinj hudhra ose hudhër pluhur, 150 gram krem djathi, 150 gram djath të bardh, na duhen arra, uthull, vaj, krip, piper dhe nenexhik. Të gjithë të përbërës ne do t'ju tregojmë hap pas hapi gjatë kohës që i përgatisim. Panxarin, nëse doni ta keni të freskë, do ta blini edhe do të kaloni atë procesin e zjerjes, nëse doni ta keni gati gjithmonë në shtëpinë tuaj, pra të mos të kurseni atë kohën e larjes, së zjerjes, të bërit të duarve me ngjyrën e panxarit që është aq e vështirë për ta hequr pastaj, në rancin e sjell gati në këtë kavanozin që un kam në duar, që është dhe shumë i shishëm dhe shumë cilësor, dhe ju ta shikoni kur ne ta hapim edhe të përgatisim sallatën me panxar, me djath, me krem djathi, me arra, shumë e shëndetshme dhe shumë e shishme. Kati vazhdon të krijojë në kuzhinë forma biskotash. A Kati? Jam të ndryshme. Të ndryshme. Ja të bëjmë edhe një të fundit. Të shikojmë se si do të bëjmë këtë. Si të dalë. Si të dali, si të dalë. Si të bëjmë kështu këtë. Të rëmbullate. Bëje formë kërmili. Një kështu, si një së. Dhe kështu tava u mbushi, kemi bërë të bollshme biskotat, nëse doni t'i bëni më të vogla do t'ju dalin më shumë. Ti spërkatin me pak sheqer. Dhe të themi edhe... Për 20 minuta, 180 gradë 20 minuta. Me ky sheqerin ndihmon, do me thënë që të bëjnë atë krokante. Tani që të afrojnë që këtë mos tjetë kaq e hap. Pra piqen shpejt, a? Po. Piken shpejt. Që duan një kohë të gjatë. Bëjnë të mira, bëjnë të shishme. Dhe kemi gati për vendosur në furrë. Ja, kështu i bërë neve në këto forma të ndryshme. Po, ju i bëni si pas dëshirës, ne i bëm ashtu si që kishim frymëzimin sot, i vendosim në furrë 180 gradë, 20 minuta, që do të thot në pjesën e kemi pak të lartë. Në pjesën e dytë, kur ne të kthehemi në transmetim, do i kemi gati, do t'i shohim edhe nga brenda se si janë edhe të pjekura. Tani, kemi salatën edhe supën me kërpudha. Do fillojmë supën. Supën, okej. Edhe pastaj, sa të shushplej pa me qënë se salata është e ftohtë, nuk do të kemi skuqje, zjerje, pjekje, ndërsa në krahun tjetër do të përgatisim një supë që do të na doj gatim. Kemi thënë shpesh që perimet e ngrira janë një zgjidhje ideale në kuzhinë, dhe sot ne nga në rancë kemi zgjedhur pikërisht kërpudhat, të cilat ju do të shihni edhe gjatë kohës që gatuajmë, janë super cilësore të freskëta dhe i kemi gjithmonë gati në kuzhinë. Jo vetëm kërpudhat, por të ngrira gjeni mikset e perimeve, gjeni spinaqin, bizelet, karotat, brokolin, pra edhe veç e veç, si ju i keni dëshirë, por edhe të përzjera për të bërë një turli, për të bërë një supë me perime, sipas nevojave dhe dëshirave të anvisave. Atëherë edhe këtu do të hedhim vaj, do të hedhim edhe gjalp. Vaj dhe gjalp. Një si puna me përgatitjen e supës. Të marim një lukë që të hedhim 2 lukë gjalp. Recetën ja u treguam pak më herët, tani shikoni vetëm mënyrën se si do ta gatuajmë. Të shikojmë të gjalpin e mirë. Të shikojmë se është një gjalp shumë i mirë. Okej. Ta mbajmë diku këtu.
edhe për bukët në mëngjes, që mund t'i përgatisim, edhe kështu të hedhim edhe vajin. 2 luk. Është mjaftueshëm. Sa të na marri pak, do me thënë temperaturë. Edhe do të shtojmë me njëherë qepën, të cilën e kemi të grirë. Mbas qepëve do të shtojmë kërpudhat. Do t'i bëjmë një kavërdisje të lehtë. Ti hap, ti bëgati? Po, mund t'i hapësh Anila. Dhe si aromatizues këtu kemi edhe mix pipernash, kemi edhe këta armoskati, i shkon dhe jep një aromë shumë të mirë supës. Gjithashtu do të kemi edhe pana, do të kemi edhe një lugë mix erzash, gjë që do të na e bëj të shishme dhe të mirë, në vend do me thënë të lëngut, se mund të përgatisim akoma edhe me lëng pule. Por dhe ky, do me thënë, mix i erzave, jep një aromë dhe një shije shumë të mirë. Ka filluar të marrë temperaturën, po? Kemi një qik problem, do me thënë, duhet ta kishim vënë më përpara, po me gjithatë... Ja, se nisi. Gjithashtu s'ka problem, sepse supë është kjo, nuk duam që thjesht të qepa duat të më zbutet, për të lëshuar ata aromën e mirë, dhe atë që them gjithmonë që të zbutet qepa duhet të ndihmohet edhe me pak krip. Kështu që shtojmë edhe një majës krip fillimisht, sepse duhet të kemi kujdes për punën e kripës. Do të ketë mix i erzave, ose se do të përdorni, do me thënë, një lëng mishi, sigurisht që edhe ajo ka krip, kështu që hedhim një majës krip në fillim fare thjesht për të zbutur qepa dhe për të lëshuar atë aromën e mirë që përmban qepa. Gjithmonë e kujtojmë të punën e qepës, kur kalojmë, do me thënë, në për ato rrugisat, sidomos kur kemi qenë atë kohë, e ndjenim që dikush, do me thënë, ka vërdiste qepën, dhe vite ajo aroma shumë e mirë, do me thënë që shliron të qepa gjatë ka vërdisjes. Edhe sa thamë neve gjithë këto. Edhe me specat ndodhë. Ose kur dikush bën reçel, merë gjithë palatë. Kur bën specat të mbushura, po për çdo lloj gatimi, ishte, do me thënë, kanë pasur ato aromat karakteristike, edhe kur bëheshin fasulet përsëri, ndije aroma që shtëpiat sot kanë përgatitur fasule. E mirë tani, të gjitha gjërat, të gjitha lënë, do me thënë, atë aromën e vetë. Edhe thash që për punën e qepës, thjesht dua pak, do me thënë, një zbutje të lehtë, jo të ketë, do me thënë, të zbutet të kavërdiset shumë. Tani, për punën e kërpudhave, nuk ka problem, atë që kam thënë dhe herë tjetër, nga ngrirja direkt në tenxhere, nuk ka nevojë, do me thënë, që t'i lëni të shkrinë dhe pastaj t'i përdorni. Edhe kështu si që janë, s'ka asnjë lloj problemi. Jo vetëm për kërpudhat, sepse tek kompania Neranzi nuk do gjeni vetëm kërpudha, ka perimet të ndryshme, ka mix perimesh, ka patlıcan, akoma spinaq, karota, bizele, do me thënë ka shumë gjërat të cilat faktikisht janë të mira, sepse përveç se kanë atë cilësinë e mirë, por dhe na vinë në ndihmë në momente, do me thënë që neve duam të bëjmë diçka të shpejtë. Si puna e supës që ne do të përgatisim në këtë kohë, por dua të them që përveç se mund t'i përgatisim supë, këto kërpudha, mund të bëjmë edhe gatime të ndryshme, që mund të bëjmë akoma edhe një sufle me makarona, me kërpudha, edhe me një beshamel të hollë. Bëhet shumë e mirë dhe shumë e shishme. Tani e lëm për momentin që të na shkri. Sa të ndahen nga njëra tjetra, avulli i gatimit do t'i ndihmoj dhe do të gatuan, sepse kërpudhat gatuan lehtë, nuk duan kohë të gjatë. Bëjnë shumë shpejt, mbasi këto që të na shkrinë, neve do të shtojmë këtu 2 lugë miell që ta kavërdisim, mbas mielli do të shtojmë edhe ujin, sigurisht edhe këto aromatizuesat, të hedhim piper tani me qenë se është momenti që u kujtuam për aromatizues. Këto sobat një qik i vonojnë gjërat, nuk janë, si tu është në ato gatimet me gaz, që bëjnë shumë shpejt. Por që duhet të themi që kështu gatuajmë edhe në shtëpi. Megjithëse mund të ketë zonja që gatuajnë me gaz, po si do që tjetë. E rëndësishme është që gatimi të dalë i shishëm dhe procesi i ngadalt i të gatuarit është më cilësor, apo jo? Patjetër, dhe në fund fare këtë e shoqërojmë me majdanoz të grirë, do me thënë të freskët, për të marrë atë
shihen përfundimtare dhe bëhet si thua një supë shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Siç e shikoni, kërpudhat janë të vogla. Është ai lloji i kërpudhës që është enkas, si thua, edhe për llojin e supës, që nuk ka nevojë domethënë të furatohet, të bëhet si krem. Edhe neve nuk do ta kthejmë në trajt pure, domethënë kremi, por do ta lëmë kështu, siç është, domethënë në copëza të vogla, siç janë edhe kërpudhat. Po, jo, për biskotat, si janë, domethënë. A kanë filluar të marrin? Kanë filluar të fryhen. Të rrisin volumin, e? Po, mirë, janë mirë. Edhe forma po i bëhet më e bukur tani që nëse keni ardhur këtu, s'po ju pengoj. Dhe duken që janë të shijshme, biskotat të shkrifta. Edhe pak minuta do t'i duhen, do të i shojmë në pjesën e dytë, sepse ishte koha e pjekjes 20 minuta. Ne kemi kaluar diku te 10 minuta, na duhet pak më shumë kohë për t'i parë. Edhe, ndërkohë që edhe kjo pak do akoma që të na bëhet gati, edhe do t'ju them anvisave që pse duhet, domethënë që mos t'i heqim nga ngrirja edhe t'i vendosim lart, për arsye se ato do të lëngëzohen, do të nxjerrin atë komplet ato lëngjet, gjë që pastaj prishet edhe forma e kërpudhave, domethënë dhe çdo lloj produkti, prandaj bëhet kjo përpunimi direkt nga ngrirja në tenxhere. Sepse këto as lajnë më, as lëngjet që ato kullojnë nuk duhet që t'i hedhim, sepse kanë ato shihen e vetë dhe ato vlerat e tyre ushqimore. Në momentin që janë ngrirë në mënyrë, domethënë, të atit që të ngelen me ato lëngjet e tyre. Ja dhe pak, edhe ne do t'a kemi gati, sa të filloj që të marri një vlim, me njëherë do të hedhim edhe pjesën e miellit. Por, me që se jemi, domethënë, dhe e kemi këtë kohë, Anila, unë do të tregoja diçka tjetër, anvisave të lutem më jep ato tiganin. Të bardhin? Nëna tona, apo dhe gjyshet tona, po. Pa i ndyrë pa gjë. Me që se kemi dhe kohën kështu dhe për vetë fakti se në nxjerrë edhe lëngje tani pjesa e kërpudhave, dhe në momentin që edhi mielin brenda, nuk është se do të ka vërdiset mirë për të nxjerrë atë aromën e mirë të mielit. Kështu që del ajo idea dhe kështu e bënin nëna tona, pra kishin miell të gatshëm, të cilin e ka vërdisnin, e bënin në ngjyrë ari, edhe e kishin në një kavanoz apo në një enë, që e përdornin domethënë në kremra të ndryshme, si ne tani do të na duhen 2 lugë, kështu që domethënë pa i ndyrë, pa i gjë, ashtu siç është, e ka vërdisim, dhe hajde do ta bëjmë edhe neve, me qenë se edhe kemi dhe kohën, edhe me qenë se edhe kjo supa jon. Dhe për çfarë përdoret Kati, në cilat raste e ruajmë këtë mielli? Ja, për shembull, domethënë në këtë rast që bëjmë supra të ndryshme, në qervish për shembull, që i thon, ato salsat që bëjnë në këto salsat e ndryshme që përgatisim, për shembull kur bëjnë qoftet me lëng, kur bëjmë mish me lëng, e hedhim këtë mielin, të cilin e kemi gati të ka vërdisur, dhe pse bëhet kjo, bëhet të shijohet mieli dhe të iki era e mielit. Dhe e kemi dhe gati gjithmonë. Domethënë nuk ka nevojë që ta ka vërdisësh, atje e ke të gatshëm, domethënë e përgatit 1 kilogram nëse do, domethënë që ta kesh për një kohë të gjatë, nuk pëson asnjë gjë ashtu se si edhe mieli i zakonshëm, edhe vendosni në një kavanozë të mbyllur, domethënë hermetike, edhe e keni atje këtë lloj mielli për ato salsara të ndryshme që unë ju thash. Akoma edhe për bechamel mund ta përgatisni, për shembull kur hedhim 2 lugë niseshte, 2 lugë miell, hedhim nga ky mielli, i jep një tjetër aromë, i jep një tjetër shije, edhe një tjetër ngjyrë. Kështu që bëheni dhe ju në shtëpiat tuaja. Mua për momentin më erdhi faktikisht doja shumë herë që t'ua thoshja këtë gjë, është një zgjidhje për anvisat që gatuajnë shumë mirë që na i thua ato sekret e Kati, se shumë po faktikisht unë e bëj këtë në shtëpi edhe nga që dje përgatita ca qofte me lëng, edhe hodha nga ky dhe thash pse jo të mos e sjellim edhe për anvisat tona, sepse është shumë praktike dhe është ajo që ju them që mielli merr edhe ngjyrën e mirë, merr atë ngjyrën si thua ngjyrë ari, edhe plus që nxjerr dhe atë aromën e mirikën, era e miellit. Dhe nuk hidhet, sidomos për ato, sepse e kam shumë rakat e gjë, kur bëjmë ato mishin me lëng, i kam para anvisat që tresin mielli në ujë dhe ja hedhin brenda. Ajo nuk, prandaj dhe nuk bëhet e shishme mishi me lëng ashtu, nuk bëhet. O do ta hedhni brenda tek mishi ta ka vërdisni, o do të keni një miell të tillë që të keni mundësi që të nxjini një gjellë të mirë dhe të shishme, mos të vijera miell, mos të vijera salcë.
se shumë herë në gatime të ndryshme që kam rastisur, ndjej erën e salcës, ndjej erën e miellit, dhe këto janë, domethënë, ca sekrete të vogla. Këto janë gabimet që janë bërë në gatim. Sekrete të vogla që bëjnë ndryshimin e gjellës. Ajo është, nuk është asnjë gjë tjetër. Tani, gati. Ne do ta lëm, do ta kur të kthehemi, do shohim kush është ajo jetë. ngjyra e arit që mielli duhet të ketë. Kërpudhat shoh që janë shkrirë totalisht dhe ka filluar të zihen, gjithashtu edhe biskotat janë në 5 minutë në fundit të pjekjes së tyre. Kur të kthehemi do të tregojmë të gjitha. Ju mos të largoni. Jemi rikthyer në studio, Anila urdhëro. Po më kërkonte diçka, Kati, po pa që po futeshim në transmetim dhe Ela. Çfarë do? Jo, për punën e miellit. Shikojmë më thënë se kemi ka vërdisur mielin. Po përçojmë biskotat njërë, ne kemi mbaruar biskotat. I kemi zënë të gjitha. Ja, të tregojmë këtu të dashur Anvisa, është ajo që thamë në fillim fare, që të ka vërdisi miell dhe ta kemi në një kavanoz dhe kemi për salsa të ndryshme. Akoma edhe për një beshamel, atë që thash që përdorim 2 lugë miell, 2 lugë niseshte, i hetim bashkë dhe kemi të ka vërdisur miellin që ka këtë ngjyrën e arit dhe i ikën era e miellit dhe merr aromën e mirë edhe atë shijen që duhet marr. Gjithashtu edhe për, si thua, për mish me lëngë, për tasje mirë them, tasje bapë, për salsa të ndryshme, për supra të ndryshme, ashtu si do të bëjmë edhe neve tani këtu te pjesa e supës, është ajo që nëse unë tani, në momentin që kam këto lëngje, dhe këto lëngjet nuk dua që t'i harxoj që të më thajen, po të hidhja mielin siç ishte ashtu, domethënë pa ka vërdisur, nuk do të bëj shumë e mirë, domethënë do të ndiej pak ajo era e miellit, ndërsa në këtë mënyrë se si e bëm tani, mielli ka marrë aromën e mirë, ka marrë këtë ngjyrën e mirë dhe supa jonë do të bëhet shumë herë më e mirë. Kështu që në të njëjtën mënyrë bëheni edhe juve. Pra hedhim 2 lugë miell. Të tjetrën pastaj do ta mbledhim, do ta kemi në një kavanoz, dhe do ta kemi për herë të tjera. Tani në momentin që hedhim mielli, nuk ka nevojë që të rrim neve ta ka vërdisim, por është momenti menjëherë që të shtojmë edhe ujin, të shtojmë edhe panën, ujin ta gropak. Të shtojmë panën fillimisht, 1 filxhan. Është mjaftueshëm. E trazojmë. Shtojmë edhe ujin në mënyrë graduale. Tani është momenti të shtojmë edhe këtë pjesën e mix erzave. Është mjaftueshëm. I jep edhe atë ngjyrën e këndshme. Kemi thënë që sa herë përdorim mix erzash, nuk duhet të kemi shtuar krip përpara, që mos ta teprojmë, sepse brenda ka edhe sasin e nevojshme të kripës në një lugë, që përgjithsisht është kjo masa që Kati përdor. Sa e mirë u bë ajo? Shumë e mirë bëhet ajo, Anila. Tani kemi edhe ujin e nxehtë. Neve kemi thënë aty 1 litër ujë, e shikojmë me sy, domethënë që na bëhet një supë kremoze, jo shumë e hollë, por dhe jo shumë e mpiksur. Do ta lëm, domethënë, në temperaturë të avashët. Dhe do ta kemi gati për ta servirur, nuk do më asnjë gjë tjetër. Është gati për ta servirur, madje thash që në fillim fare mund ta servini me majdanoz të freskët. E lëm të qëndroj, domethënë, të bëhet gati. Sa ne të përgatisim sallatën dhe tregoj mënyrën, domethënë se si mund të përgatisim një sallatë, nëse do të kemi këto panxharët, ose edhe nëse nuk kemi panxhar, mund të marrim panxhar, t'i ziejmë ose t'i pjekim. Kjo varet, domethënë, sipas ato mundësive tuaja. Për punë e biskotave në zorën. Ti tregojmë pak biskotat. Kemi përgatitur biskota që në fillim e hapëm. Ja, kështu janë nga brenda. Të mira janë bërë, të shkrifta. Janë bërë shumë thjesht. Shumë të thjesht, do ta tregojmë recetën prap. Të shkrifta. Një më ndjekishim. Janë shumë të shkrifta. Ndjej dhe pak atë sipën e limonit. E ndjej dhe unë pa. Pak vanilje, pak limon. Shumë të mira janë bërë.
Jam bërë me 2 kokra vezë, 350-400, sa na u desh në miell. Në recetë më duket se e kishim 500, po ne si më pak përdorëm. Më pak përdorëm, po masën që neve as 400, 300 gram, do më thëmë përdora unë, sepse aj që hodha, se i hodha paka shumë me sy vaj, nuk e mbusha të plot, hodha qa hodhëm tjetër, vezë, sheqerë, 4 lukë sheqerë hodha unë, nuk ka sheqerë shumë, është aj sa duen, as shumë dhe as pak. Mundojnë, do me thënë, ta reduktoni sheqeri, nuk ka nevoj t'i bëni shumë të ëmbla, i hodhëm sipën e limonit, i hodhëm vanile, të gjitha këto i përzijem dhe pastaj atë situash forma jepen juve si pas dëshirës. Shumë të mira, shumë të mira. Bëhen të shkrifta dhe shumë të shishme bëhen. 20 minuta pjekje dhe ja ku i kemi gati, i ruajmë aty në ato poqet e biskotave në shtëpi dhe i ham gjatë ditës. I kemi bërë me duar tona, më të sigur ta s'ka. Doni t'i bëjnë ambisat me vaj, duan t'i bëjnë gjysëm vaj, gjysëm situash yndyrë bimore, ose edhe yndyrë shtazore me gjalp. Kjo varet si pas dëshirës, por që edhe kështu, vaj, me thënë... Me këto recet, janë këto që kemi bërë. Ju siguroj që janë shumë të mira. Kështu që për aq kosa dalin super të shishme, s'është e nevojshme me i alternu përbërësit, për më tepër që janë përbërës të gjendshëm. Vaj, veza, sheqeri, asgjë ekstra. Në cip limoni, që e keni në shtëpi edhe për suprat dhe për salatat dhe për gjërat e tjera. U bë? Po, do t'i vull pak temperaturën që të rritë zije i tani pak më, sepse ne faktikisht shkëputat në u zije në momentin që i lam gjatë... Kur bëm dhe shkëputjen, papa. Shkëputjen që bëm dhe u zijen me lëngjet e veta në temperaturë të ullët mesatare që kisha lënë unë. Tani këtu që të lidhen të gjitha këto shijet pra bashkë me atë panën që hodhëm, edhe me këtë miksin e erzave, në temperaturë të ullët, ma dje do t'a fikfaj, sepse nuk ka nevoj. Me temperaturën e... Temperaturën e sobës më tani, është gati, dhe me thëmë, për të servirur, më mbrapa që... Bëjmë një salat, tani? Pregatisim edhe salatën. Kujtem dhe njerë për bërësi, që na duhet? Atere, për salatën, unë këtu kam djath në kubik. Këtë djath e shumë i këndshëm. E kemi thënë dhe herë të tjera, po mua më pëlqen shumë, se imagjinojnë sa herë që përgatisim salatra, po edhe në byrek e kemi përdorur na kur na është dashur me copoza. Por kuriozisht tek sallatat që duam t'i vendosim edhe bukur, të prera në kubik, në përmasa të barabarta, lodhemi pak. Kurse në këtë rast, përveç se e kemi të ruajtur në shëllir, kemi atë paketimin shumë të këndshëm, prej 1 kilogramshi, po i kemi edhe ato copozat fikse, të prera të vogla dhe të bukura, që sallatave i jep shumë pamje estetike, se shien po e po pastaj. Te djati shkrirë hedhim pak hudhër, plur, sepse ose plur, ose nëse s'keni hudhër plur, mund të hedhni një hudhër, një thelpi hudhër. Ja grim, imët. Po, imët. Në rende. Hedhim hudhër, hedhim edhe vaj, e përziem, dhe bëjmë këtë bazën, do me thënë, në fund fare. Ma dje me këtë kremin, do të më pëlqente shumë, do me thënë, të servinim edhe supën. I hidhnim pak krem djathit e supa, i shkon. Kështu copë? Po, një copës. Do të pëlqente, Anila? Po, se krem djathit me panën, me kërpudhat, po, janë të kombinimet që rinë mirë. Pra, është kjo që bëhet baza, si që kemi vendosur dhe neve këtu. Ja, tani ta afrojmë diko këtu. Unë me qënë se kam pasur panxarin, të cilën e kemi pasur të konservuar dhe e kemi pasur gati, i vendosa kështu aty këtu, si them unë. Ndërkohë kemi vendosur edhe dhjozën energjik mëndërs, pra është e njëjta erz. Bazë kemi vendosur djathin e shkrirë, kam vendosur edhe copza djathi. Është ajo që thash pak më përpara që mund të vendosim këtu edhe ara. I shkojnë, do me thënë, edhe marri një shije shumë të mirë, përveç se vlerave ushqimore që mbajnë, por edhe shija është fantastike dhe bëhet një kombinim shumë i mirë me këto. Edhe disa copoza më të vogla. Ne kështu me duar të coptuara në mënyrë të shregullt. Doni mund t'i bëni edhe me thik, po
Sa e bukur doli? Edhe E bukur, me ngjyra. i kemi gati, do me thënë Një për pjesën sallatë e festive kësaj. duket. Edhe tjetra, sigurisht që do të më pëlqente edhe pak vaj ulliri. Tani për punën e uthullës, nëse juve panxarin e pregatisni vetë, te panxari do të shtojnë edhe uthull. Te panxari. Në rastin e Në rastin panxarit, ton nuk ka nevojë, do me thënë që të Sepse shtojmë, ka sepse lëngun e ka vet vetë, ka me- lëngun e vetë dhe nuk ka nevojë. Pra me këto përbërës, do me thënë, bëhet një sallatë e shëndetshme, e shijshme, një sallatë që i ka shumë vlera ushqimore faktikisht dhe e kënaqshme për të gjithë. Do të më pëlqente shumë ta kombinoja edhe me këtë supën për të plotësuar drekën. Ja, ne do ta kemi për pak, edhe kemi kohë mjaftueshëm për ta shërbyer supën siç duhet, mos duhet ta heqim, mos na trashet shumë. Ta heqim Anila. Në fakt është tham që do të kemi një rezultat jo të një supe të hollë, pra kemi një supë kremoze dhe e dalloni besoj. Këto kemi bërë ne për drekë sot, të cilën do ta shohim të shërbyer dhe pastaj kur të jemi në minutat e fundit, kemi gati 8 minuta kohë, kështu që do të lexojmë edhe një herë recetat pak më vonë me Terezi edhe të shpjegojmë se si kemi bërë edhe brumin e biskotave. Ky djathi të duhet më kat? Jo, ai Djathi djathi nuk i më duhet, të bardhi? pastrojmë atë tryezën. Okej. Ajo që do të më duhet, do t'i shtojmë edhe majdanoz të freskët. Tani për punën, mua faktikisht këto supra nuk më pëlqen që t'jenë shumë të, si tuash, i duhet t'jenë të holla, supë e hollë, prandaj quhet supë. Ndryshe quhet llapa, që është më e plot. Supa që t'jetë supë, duhet t'jetë kremoze, t'jetë e hollë. Dhe është ajo që ju thash që nuk ka nevojë që ti shtojmë asë një gjë tjetër. Okej. Nëse ta shtojmë një lukë shumë e një ati djathi që kemi përgatitur. Kremit? Po, me që se kemi. Edhe i shkon edhe hudra që hodhëm. Ska nevojë tani. Ti vëmë edhe pak majdanoz. Të thyejmë pak edhe ngjyrën e pjatës dhe një supë e shijshme. Gjejmë ndonjë gjethe të freskët për t'ja vendosur. Ju në shtëpi grijeni holl majdanoz dhe hidheni. Shumë bukur, të lumshin duart, gati. Vendosëm dhe majdanozin. Nëse kemi kohë, mund të themi për shembull anviseve që mund të përgatisim një banane me kastravec. Një banane me kastravec. Banane kastravec edhe Në sa ujë. kohë bëhet? Ajo bëhet e grinë në blender. Shumë mirë. E bëjmë, kemi një 3-4 minutë kohë, ndoshta edhe 5. Është shumë e shëndetshme. Sa mund të Ndërkohë që unë të shoh recetat se thash do t'i rikujtoj pak për ju, ndërkohë që gati mbledh përbërësit që i duhen për përgatitjen e kësaj recete të shpejtë. Biskotat e gjyshes kanë nisur javën. Janë shumë të shijshme, ne i përfunduam, u bën shumë thjesht dhe kanë dalë shumë të mira. Janë përgatitur me, ju e keni 500 gram miell aty, diku te 350-400 përdorëm ne, por varet dhe nga sasia dhe sa biskota doni të bëni. 2 kokra vezë, 1 filxhan vaj ulliri, 1 filxhan vaj vegetal. Miksimin e vajrave mund ta bëni dhe vaj vegetal gjallë, ose vaj ulliri gjallë të shkrirën, si ka që t'jetë 1 filxhan njëra dhe 1 filxhan tjetra. Gjysëm filxhani sheqer, 1 lugë pluhur pjekës, 1 pako vanilje, cip limoni dhe krip. Sa herë që shohim filxhan si masë në recet, Katerina na tregon se duhet të përdorim 1 filxhan, pra të njëjtën masi filxhani, jo 1 filxhan më të madh dhe 1 më të vogël. E nisim me 1 dhe e mbarojmë me 1. Supë me kërpudha,
Na duhen 400 gram kërpudha, 1 qep, 2 lug vaj, 2 lug gjalp, 2 lug miell, 200 ml pana, 1 lug mix erzash, 1 litër ujë, krip, piper, arr moskat dhe majdanoz. Salat me panxar e përgatitur shumë thjesht, në mënyrë të veçantë nëse panxarët i keni gati ashtu sikur se ne, i gjeni në dyqanet në Ranzi dhe salatën e bënin në 3 minuta me 4 panxar, 2 thelpinj hudra ose hudhër pluhur, 150 gram krem djathi, 150 gram djath të bardh, na duhen arra, uthull, vaj, krip, piper dhe nenexhik. Ja ku keni pjatën, ja ku keni recetën, ja ku keni anilën që duhet më. Kjo ishte salata e bërë shumë shpejt, është e shishme dhe shumë e shëndetshme. Edhe shumë e bukur, sa e bukur ngjan nëse e vendosni në mesin e tavolinës suaj. Do bëjmë diçka të shpejt tani nga këto recetat magjike të Katerinës, të shpejta, të shëndetshme, ideale për këtë kohën në të cilën ndodhemi. Jemi në tetor, jemi në stin të shtimash, rufe dhe kolle, kështu që shtoni lëngjet, shtoni erzat në gatimet tuaja, shkoni te në Ranzi se keni erzat të cilat mund t'i përdorni edhe në çajra shumë të shëndetshme, pjesë e dietës tuaj, ca sekrete të vogla që në përditshmërinë tonë duhet t'i kthejmë në regjim ushqimor, në mënyrë jetese siç themi shpesh, dhe do të kuptojmë se çfarë nderi i bëjmë organizmit tonë. Dhe ushqyerja dhe ajo që ne bëjmë gjatë ditës, pra ai ritmi i përditshmërisë tonë janë baza. Sado që ne të përpiqemi kat, po nuk hëngrem shëndetshëm, po nuk u kujdesem për pjatat tona, po nuk u kujdesem për pazarin që bëjmë, është e kot pastaj. Është e kot, po është e kot faktikisht edhe supa pa pak arr moskati. E kishte receta, po e kishte, po thash mos e ke lënë kështu. Jo, nuk e si pas dëshirës. Ja, do të hapim, do të gjejmë dhe këtu kam kastravec, kam dhe banane, të cilën e kam, do me thënë është pak me e pjekur, nuk ka problem. Kur është me e pjekur e dim që ka më tepër sheqer. Nuk hapet, s'ka gjë, po s'u hap, s'ka gjë. Jam se mos përshkase. Dhe këtu do shtoj edhe pak mix pipernash. E hapa. Ja, kështu. Ja, tani do marrim edhe një grishse, Anila. Është një grishse që është e vogël. Do të shtojmë edhe banane, kastravec, mix pipernash, ujë të ftohtë? Ujë normal? Ujë normal. Ujë ambienti. Ujë ambienti, po. Se nuk ka ujë anormal. Kemi ujë anormal. Po, pra, po. Kemi ta shprehje ndonjëherë kështu që kur i mendon, pastaj janë pa kuptim fare, po. Arën moskat, t'ja grim kështu si piper, si për? Po, kështu. Tamam ashtu si, ja, shumë bukur. Në të bëta zhu. Mirë duket. U gri? Po. Kastravec, banane, piper, ujë. Kastravec, banane. Edhe kemi një nga ato shikos semi që bërë? Do të në formën e një smoothie, po themi paka shumë. Lëng, smooth. Aha. Në gjuhën shqipe lëng. Në gjuhën më kështu. Edhe kësa i shkon për shumë. E dia që e do një gjethë. Një gjethë këtu për shumë, sepse kjo është ngjyra jeshile, po të zgjedh. I kemi në ujë ne këto dhe i mbajmë edhe në frigorifer që të na qëndrojnë kështu të freskëta. Mos u zhyt, se na duhesh kështu. Të lumshin duar. Një tjetër neve, po është se një pak më kështu. Ska gjë, u kap, u duk bukur. Ikim tani. Po, është se erdi koha për ti, ku le ti ikim? Të lumshin duar. Marisa, do me thënë të t'i shikojnë, t'i shijojnë nga largë dhe faktikisht t'i shikojnë se për të shijuar, sigurisht që ato do t'i përgatisin familjet e tyre. Pa tjetër. Edhe jam e sigur që do të kënaqen, sepse vërtet dalin shumë të mira, sidomos biskotat janë shumë të mira. Por edhe supa, nuk di që t'ju them, do me thënë është një supë e shpejt, e shishme, e shëndetshme që
Kati të lumë shënduar, nesër do të ritakohemi në orën 9 me të tjera receta po ka ishte shishme, po ka ishte interesante, po ka ishte mira, ekonomike, të shëndetshme, të gjitha këto që... Jo, ti ke parasysh kur mendon receta të gjithë këto faktor të rëndësishëm. Faleminderit. Faleminderit e dashur, kënaqësi si gjithmonë që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit e ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina Miru pafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Bashkë takohemi pas të reklamave.